detyrë të gazetarëve tanë gjatë përcjelljes së një kronike me Zjarfiksit kanë hasur pikrisht në një moment kur u telefonua për një lajm zjarri në Fushë Kosovë, ndërsa kronika në vazhdim na tregon gjithë përcjelljen që ekipi ynë kishte bërë ekipit të Zjarfiksve në këtë rast. Fushë Kosovë pas të Krajqes. Ja vojë dhe kamjona. Fushë Kosovë rruga pas të Krajqes. Rruga pas të Krajqes, si? Bate se poni, si? Edhe nga pamjet është e lajmëruar që një incident ka ndodhur dhe saktësisht mendoj që në Fushë Kosovë, për më shumë do të ju informojmë. Jemi këtu në qendrën e Zjarfiksve, ku patëm edhe rastin të jemi pjesë e një rasti emergjent këtu në Fushë Kosovë, me të cilin do të ndajmë edhe disa informacione me Zjarfiksin Afrim Gashi. Përshëndetje. Përshëndetje. Apo më tregon si ishte rasti dhe cila është gjendja aktuale? Po e patëm jo sa pranë ndrimin, e patëm një intervenim ku ishte një banesë, ku ishte në sigurisat elektrike, dhe kishin banorët aty ose familjarët pronora se banesi ishte në panik, se zjarri u përhapë në siguresa. Zjarrin e kemi lokalizuar dhe nuk kemi kanë dëme të mëdha, pali intervenimit shpejt, dëmet nuk kanë të mëdha, dëmet minimale. Arritët në kohë dhe ndërpretat ndoshta incidentin që mund kishte me qenë më fatal. Më fatal ka mujtë me qenë, po kemi shkuar shumë shpejt në kohë, edhe kemi lokalizuar zjarrin shumë shpejt. Siç e dim edhe sot është një ditë zgjedhje për vendin tonë. A ndodhen edhe her pas here raste të tilla ndoshta edhe në ditën e zgjedhjeve që juve puna nuk ju ndalet asnjëherë? Po fatkeqësisht edhe në ditën e zgjedhjeve dhe festave dhe çdo herë këto raste nuk i dijen. Këto janë raste të papritura, po ne jemi në gjendje gatishmërie, si ditë zgjedhje, si ditë festa, na jemi 24 orë jemi në dispozicion qytetarëve. Ju tha që ndrimin e fillu para pak minuta. Po. Po, a patët mundësi ndoshta për votim në këtë ditë zgjedhje? Po, në këtë ditë zgjedhje një pjesë, kush e ka pas më afër, u pak më herët dhe ka votu. Po një pjesë që gjatë ditës qysh mujna më javo, qysh mujna më kombinu për të votuar, se një pjesë nuk ka mujtë më votu, se dikush është pak më larg, orari punës do të më respektuar edhe të shohim tash gjatë kohës të mramjes bëjmë në zavendësim për të shfrytzuar në këtë farë të drejtë qytetare. Po të drejtë një qytetare. Ju patët mundësi me votu. Apo ndonjë parregullsi apo si shkoi procesi? Unë pata mundësi të votoj, më shku në ora 7 në shkollën Ali Sokoli, megjithatë ka filluar votimi me vonesë në 7:15 minuta ka filluar votimi, po megjithatë ka kryer obligimin qytetar. A mendon që puna juaj respektohet nga qytetarët? Mjaftueshëm atë sa duhet? Ka fillu dukshëm të respektohet, në ashtë sa duhet jo, po ka fillu dukshëm të respektohet. Me qëse falenderoj edhe qytetarë për këtë bashkëpunim dhe çdo institucion tjetër. Dosha me të pyet edhe pak për mbrëmjen e djeshme, pasi që e dim që ndeshja Serbi-Shqipëri përfundoi me rezultatin që na konvenoi neve. Se na gëzot gjithëve. Po 0-1. A pa ndonjë rast ndoshta që patët mundësi me intervenua, apo si shkoi mbrëmja e djeshme? Ndërë më kanë ndrimi tjetër, do që po ishin kanë 2 intervenime, po jo me festimit, që gjatë festimit ka pas një çebaptore në Fushë Kosovë dhe një zjarr fushor. Nuk ka pas diçka incident ose gjatë festimit. Po 2 raste kanë pranë, një çebaptore në Fushë Kosovë, fatmirësisht ajo me damat shumë të vogla, edhe një zjarr fushor. Falenderoj edhe një herë, shumë faleminderit. Edhe juve, ju falenderoj. Faleminderit që vazhdoni të kontribuani për. Çdo herë 24 orë 7 ditë në javë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.